Përshëndetje goca, mirë se keni ardhur në një vlog tjetër këtu në kanalin tim. Për ju që nuk më njihni, unë jam Romilda. Sot është vlogu i radhës, është e hënë, tani është ndrek, është ora 2. Unë kam takimin për të shkuar tek puna, siç ju kam treguar, për të folur, për të rikthyer në punë orarin e gjërat, siç është këto gjërat kështu domethënë. Dhe jemi duke shkuar, po më çon Iliri. Nuk e di, kam i qik kështu si di se qa kam, por të shohim se çfarë do më thonë. Uroj që të bjem dakord, por normal që të bjem dakord, se s'kan që të thonë, por që jam shumë kurioze. Do ju marrë me vete. Normalisht e biseda nuk ju maj dot, sepse normalisht nuk lejohet të filmosh, se është normale, por që shohim. Jemi duke ardhur. Jemi afër. Sa po mbarova mledhjen edhe nuk shkoj ashtu siç duhet në fakt, por do ju flas më gjatë në shtëpi. Jam pak e mërzitur, por të shohim tani çfarë do bëhet njerëz. Do ju flas në shtëpi më gjatë. Ku e lëm ty? Ui, ca bucea! Mos ma bëj ashtu surratin. Ta hatë surratin e vogël. Hej goca, erdhëm në shtëpi. Ishim në Wuppertal, në një qytet këtu tjetër me vllajin. Dolëm pak aty se vllai në fakt donte të blinte tuta robe për vete, gjeti atje tek New Yorker, një kostum, një dy paltuta, kështu, një triko e bleu një ditë tjetër te TK Maxi, një paltuta i bleva unë, nejse, se nuk po i tregoj këtu se s'është se kam ndonjë gjë kështu. Dhe ikëm vetëm atje, edhe u kthyem fakt, sepse siç e pat unë isha te takimi për punën, edhe shkuam direkt atje, pasi nesër vllai më ikën, edhe nuk do kishim kohë, normalisht kur do iknim me. Ai ikën në mëngjes në orën 8 ka autobusin. Kështu, pastaj, mbasi u kthyem nga Primarku, kthyem pak, jo, nuk ikëm në Primark, se u ngatrova domethënë tek New Yorker, ju thash, te Primarku nuk kthyem fare. I gjeti aty tek New Yorker. I pëlqejnë ato materiale se ka marrë dhe herë tjera edhe thotë që nuk më pushalitën shumë. Në rregull. U kthyem pasaj 1-2 minuta tek marketi se më duheshin 1-2 gjëra të vogla, edhe në shtëpi tani. Unë tani sa mbarova kisha pak em për të larë, Zojën e vura në gjumë sa erdha, në fakt u bë një orë gjumë, se u lodh ajo rrugës. Lava enët, kam vënë pak mish për të pjekur, Liri me vllajin janë jashtë, te kafja, edhe tani unë thash t'ju tregoj se çfarë më ndodhi, çfarë më thanë tek puna më saktë. Atëre, mendova në fakt që do më mirëkuptonin, themi, por sepse pata dëgjuar që edhe të mirëkuptojnë, të themi. U shpjegova, i thash që shiko, unë duhet, do me thënë mundësia ime e vetme është që të punoj turni i parë, sepse nuk mundem turnet e tjera. Okej, edhe turni i tretë do bëjmë një, të themi, sakrificë, apo nuk e di si mund ta quash, do punojmë her pas here. Më falni, çfarë pas kam kështu. Iliri do çohet ndarkë, s'ka ç'a të bëj edhe ai, do ta maj Zojën. Sa unë në fakt kam frikë t'ja le atij, me thënë drejtën, edhe pse shumë goca më kanë thënë që kështu kemi qenë të gjitha, unë se di si janë burrat e tyre, por Iliri ka gjumë shumë të rëndë, me thënë drejtën, kur fle, e ka gjumin shumë të rëndë, kur them të rëndë, nuk ndjen, ose nuk ndjen, edhe unë e kam frikë. Tani, okej, edhe ndjen, por kam frikë se, ku e di unë shkreta, ndoshta nuk e ndjen gocën natën, e keni parasysh atë merakun. Edhe
Edhe ai nuk e di, e kam me qik me frikë të pjesën për t'ja lënë atij në fakt. Gjithsesi do bënte sakrificë se aq sa mund të qëlloj në muaj natën, nuk është se do qëllojnë shumë net. Gjithsesi, ajo që mua më pengonte prap ishte turni i dytë, se duhet bëj edhe turnet e dyta. Edhe turni i dytë këtu është, do me thënë, një duhet jem punë, një në qerek, një jam punë 15 minuta përpara, sa të marrim ato detyrat, edhe deri në orën 9:30, kuptoni? Deri në orën 9:30 me gjithë ato detyrat që japim. Edhe kjo është ajo që mua më prish punë, pasi zojën për shembull do ta çojnë qertë unë. Qerdhja është deri në orën 2, a 2:30, nejse, edhe në 2 tjetë, edhe në 2:30. Prap s'ka me këta le, sepse Iliri është në punë nga ora 9 deri në orën 5, 5:30 kur vjen në shtëpi, edhe nuk ka kush ta marrë Zojën nga qerdhja. Pasi qerdhja është, e thash orarin. Edhe sikur prap tjetë në kopësht, edhe kopështi deri në orën 4 është, me sa më thanë, hapur prap, nuk është orari i përshtatshëm. Edhe se di fare si doja bëjmë. Kështu është kur jemi vetëm të dy edhe i kemi punët në krahe të ndryshme, në kuptimin që ai e ka punën vetëm një turn, unë e kam me turne, edhe këtu te spitali nuk ma ndryshojnë, nuk e di, mund të ketë spitalet të tjera që edhe të ndrysh, do me thënë, talent bësh atë turnin që ti do, por këta nuk mundeshin, më thënë, sepse kemi shumë, të gjithë duan për shembull të punojnë kështu, jo po di unë lloj gjëra kështu, me pak fjalë nuk bëhet kështu. Edhe më thanë, me qenë se ti e ke në 2027 me detyrim për të kthyer, do me thënë se unë atë deri atëre e kam bërë, këtë vitin e dytë e kisha bërë me dëshirë, nëse unë dua mu të kthehem kur të dua, gjithmonë nëse dua, ua kam shpjeguar këtë dhe unë thash do shkoj. Edhe deri atëherë më thanë, ndoshta për shembull ke ndonjë ide, ndonjë propozim tjetër, ndoshta, ku di unë thonë, rritet kështu më thanë, edhe kështu. Por më thanë edhe kështu, do me thënë që nëse ti për shembull nuk përshtatesh këtu në oraret ose kështu, je e lirë, je e lirë që të shkosh nëse do, për shembull në për spital tjetër ose në azile, se në azile në mos gaboj më duket që infermieret kanë të drejtë që të zgjedhin turnin, mund të punojnë vetëm një turn, nuk jam shumë e sigurt, më duket se është kështu, edhe kam dëgjuar në fakt, se që më kanë thënë kështu edhe disa goca. Edhe unë çështja është që isha mirë aty te spitali shtetëror, pse duhet të ndroj punë, nuk e di tani, do shikoj se si doja bëjmë me Ilirin, se si do i përshtasim oraret. Qa do përshtasesh orare, s'ke si të përshtasesh, se këtu është keq se nga që edhe Iliri për shembull është gjithmonë turni i parë, edhe ai ka këto mekanikët e fillojnë punën vonë, edhe në 10 ka që e fillojnë, imagjinoni, kupton? Se këtej kështu janë, disa punë edhe në përzyra edhe në për këto fillojnë vonë punë. Nuk janë si në Shqipëri, për shembull që fillojnë e zem që në 7:30 ka që fillojnë punë, ka që edhe në 8 pastaj. Edhe, se di njerëz, u mërzita pak me thënë drejtën, se përshikoj Zojën u çu, u mërzita pak, por nuk e di, do shikojmë se si doja bëjmë. Nuk kemi njeri këtu që të na ndihmoj me Zojën, me thënë drejtën, do shohim tani se dim. Ose do detyrohem, do ndroj unë punë, do shkoj të punoj në azil, edhe nëse do më pranojnë kështu, nuk e di. Por që na u prish pak qefi, të shohim tani. Të shohim se dim fare. Tani duhet të iki që të marrë Zojën se u zgjua dhe ajo. Hej goca, përshëndetje nga dita tjetër këtu në kanalin tim. Po flas me zë të ullët, sepse kam Zojën në gjumë. Duket sikur më gjallë, nuk e di, jam shumë e fiksuar. Unë nuk kam regjistruar sot, sepse jam marrë me punët e shtëpis, pasi përsolla dhe vllajin, nuk e filmova atë pjesën se
S'më shkoj mendja me thënë drejtën edhe u mërzitëm pak me thënë drejtën, se normale kur mësohesh, aq më pak kur ke një familjar afër, mërzitesh, se ditët ikin shpejt edhe, por ja kaluam bukur këto ditë, u kënaqëm. Edhe ai u kënaq, kur beti ka këto ndarë, domethënë tani gjithsecili me familjen e vet, gjithsecili. Vllai është akoma rrugës edhe 1 orë arrin domethënë aty në qytet, por në shtëpi nga ora 5 mund të arri. Unë tani, si që tregova, jam marrë me punët e shtëpisë sot, gjithë ditën e kam shku në shtëpinë, kam luj divanet, gjërat, dini ju më. Tani në fund kam lënë këtu te kuzhina, pasi bëra dhe drekën edhe thash okay, ta ham edhe drekën edhe do e laj komplet të pjesën këtu ku është kjo e bufes, sepse kemi gatuar edhe ka kap në i cirk në i gjë, edhe sobën këtu që kam gatuar, e ndeza pak, e ngroha, dhe do ta laj me këta. Kjo është shumë e mirë për sobën, është kjo kështu, denkmit, është shkum, mua më pëlqen, edhe me qenë e bërat që të ngroha pak sobën në mënyrë që të pastrohet edhe më shumë, kur është pak e ngrohtë. Tani e fika, do ta bëj me këtë dhe do pastrojmë komplet këtu. Tani, ajo që unë doja t'ju thoja tjetër, prisni një sekond, ta bëj pak sobën me këtë edhe do ju flas prap. E lyva me këta si që pat, dhe do t'a le ashtu, t'a le të ca kohë të mirë, një orë ose do t'a le fare, deri ndarkët edhe pastaj të shoh. Por deri ndarkët nuk e le dot, do t'a le derisa të ftohet pak, se kam hallë se ngrin prap, se është bërë pak me vaj. Ndërsa, këtë pjesën këtu, edhe këto nga jashtë, se nga brenda nuk ka gjë, se i kam të pastra, do t'a laj me këte. Këtë ujin e kam bërë vetë, me këtë ilaçin, që e kam marrë tek DM. Kjo është shumë e mirë, sidomos për yndyrën, domethënë. Kjo kështu është për yndyrën, për pastërtinë, edhe është shumë e mirë. Shkon goxha, me thënë drejtën, unë kam që kuri këta, bën goxha. E ke këtu se si mund ta bësh për gjitha udhëzimet. Dhe si që po ju thoja goca, sot nuk dolëm, unë sot mora në telefon, në fakt i bëra njëherë një email në mëngjes, në kopshtit qerdhes, ku të qoja Zojën, si që tregova dje, edhe ajo gruaja e kishte lexuar, unë i tregova që fola dje me shefen time, me atë punën, me atë gruan që merret me punëtorë, domethënë, nuk di si qa vendi si quhen, me thënë drejtën e kam harru. Nejse që merret me punëtorët, edhe që më thanë që nuk bëhet të mundur dot që të rish vetëm në një turn, okay? Dhe i thash kësaj, i bëra email, edhe kjo më mori, më kishte kthyer email, dhe më tha që si ka mundësi, tha, që të kanë thënë kështu, sepse normalisht duhet të bjem në kompromis, duhet të gjejmë një rrugë, një diçka, këton. Edhe unë i thash jo, mua nuk më thanë kështu, mua më thanë që nuk mundesh, edhe kaq, domethënë se ka shumë kërkesa, ku ta di unë kështu gjërash. Edhe pastaj kjo tha në rregull, tha do flas edhe unë një herë me ata, edhe do të them, tha, se ndoshta gjej ndonjë rrugë të mesme apo ku ta di unë. Faleminderit, i thash. Edhe inshallah, nuk e di, ajo nuk më ka kthyer përgjigje akoma, se si do shkoj kjo puna kështu.
sepse unë e pyeta, i thash që nëse e zem sikur unë largohem nga aty, për shembull që të punoj vend tjetër, a mundem që ta sjell Zojën aty, të rinë në çerdhe aty, por që jo, edhe e dija që do ishte kështu, sepse ato janë aty për ato të spitalit, dhe okej, e kuptoj këtë gjë. Edhe, por fake unë do mundohem tha që të gjejmë një vit të mesme, se unë i tregova edhe që nuk do kthehem 100%, 50% faktën këtë vit. E kuptoni, edhe 50% i bie 20 orë punë i bie. Që unë këto 20 orë punë nëse bëj natën, i mbaroj për 2 ditë. Edhe kështu, se kështu më tha mua, jo? Për momentin, do me thënë, për 20 orë, sa të mësohet Zoji, do me thënë që të bëj ndonjë natë dhe ta shoh, të mësohet edhe i liri, se edhe ai nuk është se është marrë ndonjëherë me Zoji natën. Mësohen, do me thënë, të dy me gjërat që kam për të mësuar. Edhe kështu. Tani nuk e di se çfarë do ketë folur ajo me ato, a ka fol ajo tha do të dërgoj mesazh ose do të marrë në telefon. Vor besoj të më marrë në telefon të ma sqaroj më mirë. Ja, më duket se pas ka marrë, më duket se ajo është, Jo, s'është ajo. Ta lehe. Kush është ky numri? Jo, s'është ajo. Ku diun çaj. Nejse. Edhe kështu njerëz, tani urojmë që të kemi përgjigje pozitive, që mos të rritë të detyrohem të gjej punë tjetër, se vallai nuk është mirë, se unë kam kontratën e përhershme aty, plus jo burokracitë që këto kanë, e gjërat, kush merret me këto gjë, domethënë, plus janë shtet këtu, domethënë që punoj në shtet, është më mirë. E vetmja gjë që mund të më bëj domethënë të largohem është kjo, që nuk do gjejmë një rrugë të mesme, por ama edhe më kanë thënë që këto azilet që janë këtu tek qyteti, tek qyteza, qyteti im domethënë, paguajnë goxha mirë, me thënë drejtën. Por më kanë thënë që nëpër azile puna është më e lodhshme. Disa thonë kështu, disa thonë jo, hajde merr vesh. Ndoshta jo të gjithë është njësoj. Gjithsesi, nuk e di. Unë nuk dua që ta ndroj punën për momentin. Me ju thënë drejtën, më pëlqen aty ku jam edhe prandaj nuk doja që të largohesha. Por se di tani, nëse do jem e detyruar, nuk e di. Shohim që do na thonë. Marrim një leck tjetër dhe e pastrojmë. Kështu njerëz, kështu. Sot nuk dolëm, siç u thash, edhe ishte goxha ftohtë, me savurare. Po bie edhe pak shi, shkoha shi. Goca, përshëndetje nga dita tjetër. Shikoni pak se çfarë kohe të bukur që kemi sot. Dhe unë me Zojin tani po dal këtu te parku që kemi këtu te shtëpia.
duhet ta nxirja me se s'ben sot, se nuk mund të mos dilnim në këtë kohë kaq të bukur. Unë kam bërë cappuccinon time, uroj që mos më derdhet. Kam futur aty poshtë. Dhe Zoi ti ka marrë 2 gjëra të vogla. Zoi do me thënë në orën 9:30 fjeti deri në orën 11, do me thënë. Dhe kështu sa u bëra gati, kemi dalë tu te parku, shikojeni pak çfarë. Ua kam treguar unë këtu juve. Edhe me qenë se ne nuk dolëm në kafe sot, paska goxha kalamaj. Paska, do me thënë njerëz, me qenë se ne nuk dolëm sot, thash okej Romilda, do dalësh te parku. Dhe kemi dalë tu te parku, është diell, është shumë, do me thënë, ko e mirë, po jo që shumë ngrohtë, se nuk është, se disa do jetani deri në 9 gradë jepte aty që do shkonte, pas kam edhe këtu. Po këto për çaj kam vend, nejse. Edhe do shta për bicikletat. Edhe dolëm tani këtu te parku, tulemi aty afër ku ka kalamaj, që të shikoj Zoi se kënaqet kjo. Edhe ndoshta e vendoste këto lisharë se çan këto që se nuk e kam vendosur asnjëherë Zoin të ato, me thënë drejtën, se ka qenë shumë e vogël kur ishte në verë, edhe tani që është dimër, ka qenë dimër edhe ftohtë. Por sot të shohim njerë se ndoshta edhe e ul diku te këto lisharëset, edhe të bëjmë në një gjiro Zoi. E më jetë ime u kënaqe ti, u kënaqe goqa ime, ta hagojen. Paska, e le shkoj njërë. Goxha mali. Ua, shikoni pak sa bukur që është. Nuk e di, por mua kjo koha kështu më pëlqen. Kjo freskia që nuk është shumë e ftohtë, që thjesht të ledhaton pak, do me thënë kështu. Edhe që nuk ka shumë erë. Jemi duke u kënaqur. Qeni, mama. Qeni. U kënaqe? U kënaqe? U kënaqe? Ne tani po kthehemi në shtëpi, por duhet ngjisim këtë maloren, që këtu ndoshta nuk duket shumë që është malore, por është shumë malore e madhe, goca. Dhe vazhdon edhe me tutje. Sa të mbaroj kjo rruga këtu me këto gurët, kemi asfaltin që edhe ai është goxha për të ngjitur. Edhe kjo rruga këtu është ajo që mua nuk më pëlqen që ka ky parku afër shtëpisë time. Se lodhesh të vish çdo ditë këtu, ta ngjisesh këtë, në fakt mirë të bën, se të vjen në lëvizje, por është e lodhshme. Besoj kuptoj dhe në zërime. Shikoni, shikoni, atë maloren atje. Prisni, atë maloren atje. Shikoni sa është. Do ikim sepse po na vjen një porosi, edhe t'jemi në shtëpi se kush rrisë rollatet me ato pasaj në për këto pikat. Goca, kemi ardhur këtu te Tike Maxi sepse do gjejmë një rob për shoqen tjetër të Zoit që ka pas ditëlindjen me datë 4, dhe duhet që t'i blejmë në një dhuratë, të shikojmë se çfarë ka. Këtu ka shumë gjëra të bukura të shohim. Ajo është 4 vjeçe, ka bërë 4 vjeçe domethënë. Kodjo? Hej, goca, përshëndetje! Nga një ditë tjetër këtu në kanalin tim, sot është e premte. Edhe unë përpara se të mbyll vlogun,
Dua t'ju tregoj këto gjërat që nuk ju tregova atje, që i blem për shoqen e Zoit. Më jeta ime. Dhe t'ua tregoj edhe juve se çfarë morëm dje. I kemi bler këtë kostumin, shumë i bukur, më pëlqen shumë. Këta, nuk e di si duket aty. Shikoni pak të zemrën që ka këtu, shumë e bukur. Edhe ngjyra, edhe asaj do t'i shkoj se ajo është bjonde vogël. Këto tutat kështu, o zot si e madhe. Shumë i bukur ky kostumi. Dhe një kostum tjetër për gjumë. Edhe mama, kemi marrë për shoqen tate. E kemi marrë për Duan. Dhe japim shoqes ne. Po jeta ime vogël, ti. Ti e dri dielli me mam. Kemi marrë këtë. Shikoni pak sa i bukur ky për gjumë. Se marrova fare, është shumë i bukur. Dhe japim shoqes tate. I kemi marrë edhe këto karficat e bukura. Shikoni, shumë të bukura edhe këto. Këto janë dhuratat që ne do çojmë kur të ikim me kismet, nesër ose nuk e di. Sa mirë që nga vendosur këto perlat, se nuk e kisha vënë re këto që janë këto perlat, mendova se ishin të ngjitura, por jo, këto që janë kanë të kapura. Moj dritë! Që kanë të kapura. O jeta ime, edhe do t'i fusim në një çantë. Të pëlqejnë dhe ty? Këta po thu mami ti. Të pëlqejnë? Janë të bukura për shoqen? O ta ha të syrin, mos pa më të syt ashtu moj. O e bukur, o e drit dielli. Dhe këto janë. Më komentoni se si ju duken. Ai shumë gjëra ka për goca, për gocat vogla, sa që nuk mezi bindesh që të marrësh një gjë, se çato që të shikosh, njëra do duket më e bukur, tjetra më e bukur, edhe je kështu. Por këto janë shumë të bukura, sipas meje. I zgjodha dhe me shoqen time. Edhe këto do të çojmë tek Duan nesër. O jetë! Edhe ky ishte vlogu i kësaj jave. Unë po e mbyll këtu vlogun për këtë javë goca, edhe do shqifemi në vlogun e radhës. Faleminderit që qëndruat këtu me mua. Edhe uroj t'ju ketë pëlqyer. Dhe mos harroni të më suportoni, mos harroni të më suportoni me një subscribe, me ndonjë share që mund t'i bëni, do me thënë të shpërndani pak profilin tim që të rritet akoma më shumë, të rritemi së bashku, sepse do kemi akoma gjëra të tjera, të reja, në vazhdim. Edhe kaq, tani ju përqaputh, ju uroj një fundjavë sa më të bukur të kaloni dhe ju paça. Bye!